Mbrëma dhe mirë se keni ardhur në Okult Podcast. Ky emision quhet Mendon Ndryshe nga unë Kedi Preza. Mund ta gjeni 4 herë në javë te kanali jon zyrtar i YouTube-it dhe 4 herë të tjera te kanali zyrtar i Top Channel-it në YouTube. Sot jemi në studio me Agron Dalipaj, me gigantin e gjuhës shqipe dhe quja me plot shpirtin tim. Por sa të mund të fillojmë, se kemi një bisedë shumë interesante për të bërë sot, desha të bëj një falënderim për sponsorat tonë që e bëjnë të mundur emisionin, duke nisur nga Lajthisa, uji më i mirë i trojeve shqiptare. Dhe ju sugjeroja të provoni këto kanaçet e reja që kanë dalë, janë freskuse dhe sidomos këto ditë të nxehta vere që na mbytën, dhe ju sugjeroja shumë të provoni. Faleminderit Lajthisa që na mbështet. Gjithashtu falenderoj bujtinën Adora, një bujtinë butik mes natyrës dhe qetësisë, dhoma prej guri, pishin panoramike, hapësira wellness dhe kuzhinë tradicionale. Vendodhin e keni në Dushaj, pranë Bajramcullit. Faleminderit që na mbështesni. Falenderoj gjithashtu Bioenergy 77 Spiritual and Energy Healing, zgjedh produktet që mbështesin mirëqenien tënde natyrale, mund ta gjeni te kodra e diellit. 2 nga produktet i kam këtu. Nëse doni mund t'i bëni zoom in e ti shikoni çfarë magjish bëjnë. Nuk janë magji, janë thjesht lloj tjetër shkence. Nëse doni të bëni rezervime, mund t'i rezervoni seancat në Bioenergy 77 në WhatsApp tek numri 069 333 7749. Faleminderit që na mbështesni. Dhe një falënderim të fundit desha të bëj për Alpsig, kompania e siguracioneve me mbi 20 vite përvojë në treg, e fokusuar në ofrimin e zgjidhjeve të besueshme për individ dhe biznese. Alpsig ofron siguri të plotë dhe mbrojtje financiare në çdo fazë të jetës. Faleminderit që na mbështesni. Agron më mbrëmë edhe një herë. Si pyetje të parë desha të nis me një film që ka marrë, le të themi, dhën kohët e fundit, ishte një film që u bë nga amerikanët me emrin Odiseu. Flet për një pjesë të Iliadës dhe në një nga pjesët e filmit, kur le të themi ushtarët po shkojnë në luftë, aty dëgohet që ata janë duke këndu, edhe kënga që kanë zgjedh është një këngë çame. Është polifonia jon. Po është e vërtet. Ka një diskutim të masë rreth këtij filmi, edhe autorët si duket kanë studiuar mirë gjithë atë gjeografinë ku janë zhvilluar ngjarjet që përcakton Homeri te Iliada dhe te Odisea, dhe si duket ata janë shumë profesionistë dhe kanë gjetur që muzika më saktë dhe që mund të përfaqësoj një film i tillë është muzika ose kënga labe ose më thjesht muzika labe. Ne shpesh themi që kur përmendim Odiseun, përmendim dhe sirenat. Ishin ato që ishin në ujë dhe këndonin aq bukur sa i detyronin ata marinarët, detarët të hidheshin në ujë që t'i bënin të tyret ato, dhe kështu ata humblin jetën. Pra kjo ishte një rrenë që ato përdornin për të ngrënë detarët, që mund të kenë qenë çuna të bukur si ty, edhe ata nuk rezistonin dot, dhe këto qenie quhen sirena, që do të thot vinë nga zë-rena, do me thënë zëra që rrejnë, sepse në fakt ato rrenin, gënjenin. Dhe kështu me kalimin e kohës zëja kaloi në s, është shumë normale, siç themi këndez, këndes, mëngjes, mëngjes. Dhe z ren, s ren, si ren, është kaq e qartë. Dhe këto nuk mund të ishin diku lashk, sepse andej nga bregu është një vend që quhet i sirenave. Dhe ngjarjet si duket janë zhvilluar në këtë vend, në Itak, ajo që ne e quajmë Troj, por që kushdo që veten Turqi nuk ka asnjë agjenci turistike që të çon në Trojën që pretendohet që është atje, sepse kushdo që ka vajtur atje është gënjur, por Illyricum Sacrum, që është shkruar për 170 vjet nga 150 kardinalë, vendos Trojën midis Krujës, Lezhës, Shkodrës dhe Ulqinit. Pra, sipas Vatikanit, Troja ka qenë një nga këto vende, dhe kështu që edhe autorët e Hollywoodit kanë ditur ku ta kërkojnë muzikën e asaj kohe që vjen që nga lashtësia, që është polifonia labe, që është bërë në Epir, sepse ne dim Epiri është ndarë në 2 pjesë, një pjesë e ka rrëmbyer Greqia,
por nuk mund të rrëmbejt do të historinë e lashtë dhe ja ku gjërat rivendosen në skenë në original në muzikën epirote që është polifonia labe. Hollywoodi është zakonisht i famshëm që na tregon të vërtetën diku të fshehur përmes filmave. Mendon se ishte një lloj karremi ose një vërtet që mos e do dali së shpejti? Jo, është një lloj serioziteti për të kërkuar të vërtetën. Ne dim që ai që quhet sot shtet grek edhe kostumin popullor e ka marrë nga shqiptarët, po edhe nëpërmjet gjuhës kemi vërtetuar se shumë terma, emra, shumë personazhe mitologjik, të gjitha shpjegohen në gjuhën shqipe, edhe shumë toponime të Epirit, unë i kam hedhur edhe kohët e fundit, dhe ka patur një reakcion të madh nga shumë grek që më ndjekin që nuk ndjehen mirë, por ajo është një vërtet shkencore dhe shkenca e etimologjisë nëpërmjet embryomorfemave përcakton qartë origjinën e fjalëve, të emrave, të vendeve, të toponimeve, po dhe të personazheve historik të vjetër dhe personazheve mitologjik dhe shumica e tyre referojnë çuditërisht tek gjuha shqipe dhe më së shumti tek gegnishtja. Qartë, shpresojmë të dalë një ditë në pa, kjo e vërtet e madhe. Do të dali se nuk ka nga të dalim. Zoti Dali, po ju akuzoni për të futur në temë, ose te ju personalisht, ju akuzoni zakonisht për pseudoshkencë, le të themi ka pas disa peticione që mos dilni më ose mos bëni më paraqitje në media. Ju më thatë që ka dy teori kryesore për të gjetur origjinën e gjuhëve. Njëra është metoda krahasuese, me krahasu me diçka nga një gjuhë tjetër, dhe metoda tjetër është metoda e embryomorfemave. Ti bësh zoom in ose të shohësh nga rrjedhë dhe rrënja e një fjale për të kuptuar nga buron fjala, pra të shohësh rrënjën e fjalës vet. Një person e para, për shembull, dikush që nuk që dëgjon tani për herë të parë, që janë dy metoda nga shtëpia, që nuk është profesionist, nga do e dallon të cila është metoda shkencore. Pyetja juaj është shumë e drejtë dhe më duhet të jem shumë serioz në këtë përgjigje. Zakonisht një teori në qoftë se nuk vërtetohet në praktik, ajo nuk mund të arrijë statusin e një teorie shkencore. Tashmë ne kemi dy metoda që janë në tregun e shkencës së etimologjisë. Është metoda e krahasimit që ngadalë po plotson 200 vjet, por që nuk arrin të zbërthejë dot fjalët dhe nuk gjen dot origjinën e fjalëve, dhe për të gjetur një origjinë disi të paraafërt i krahason fjalët me njëra tjetrën. Kështu për shembull krahasojnë fjalën dardani me fjalën dardh, po kur vjen te fjala dardh për të gjetur etimologjinë thonë që është me burim të errët. Dhe kështu metoda e krahasimit, le mos ta quajmë jo shkencore, është një përpjekje e madhe për të gjetur origjinën e fjalëve, por që nuk ka sukses. Nuk ka sukses sepse kjo metodë nuk rrjedh nga një teori. Pra, nuk ka një teori të krahasimit. Ajo është një përpjekje stërmadhe e gjuhëtarëve të ndryshëm nëpër Europë dhe në botë për të gjetur origjinën e fjalëve. Por kjo metodë do mund të jetë si një shkallë për të vendosur këmbën një metodë tjetër ose një teori tjetër. Kështu, mua teoria e krahasimit më ka shërbyer për materialin historik që kam mbledhur, por duke përdorur metodën time, që rrjedh nga teoria e embryomorfemave, unë kam arritur që të gjej origjinën e fjalëve dhe origjina e fjalës dhe çdo fjalë gjendet brenda fjalës, jo në një fjalë tjetër, siç bën metoda e krahasimit. Pra, ne nuk mund të krahasojmë për shembull një vietnamez me një kinez dhe të themi që ky vietnamez i vjen nga kinezi, por metoda e embryomorfemave i bën analizën, i bën ADN-n, i gjen ADN-n, ndërsa metoda e krahasimit është thjesht krahason. Por krahasimi në vetvete nuk është shkencë e mirëfillt, mund të quhet parashkencë. Ndërkohë që në këtë drejtim është punuar shumë, është shkruar shumë, janë bërë fjalor të ashtu quajtur etimologjik, por që në fakt nuk janë etimologji.
Për shembull, etimologjia që ka bërë Çabej nuk është etimologji, fjalorët e tij nuk mund të quhen fjalor etimologjik. Ata më së shumti janë fjalor që tregojnë biografinë e fjalës, si është gjetur për herë të parë, e shkruar, dhe pastaj si ka evoluar. Por kjo nuk është etimologji. Kjo është histori e fjalës. Dhe këtu është ajo që mund ta quajmë mashtrim, sepse duke qenë se ata nuk e zbërthejnë fjalën në kuptime më të vogla minimale, por thjesht tregojnë kur është gjetur fjala e shkruar për herë të parë dhe japin verdikte të gabuara, sepse gjuha e folur mund të jetë edhe 20.000, 50.000 më e vjetër se sa kur është gjetur e shkruar. Ne nuk mund të gjykojmë për historinë vetëm nga fakti kur doli fotografia e parë. Duke qenë se pretendojnë që shqipja është shkruar vonë, historinë e gjuhës shqipe e sjellin shumë të re, është si ta sjellësh për shembull historinë e fisit tuaj nga fotografia e parë që ka patur dikush nga fisi juaj dhe ti heqësh vizë kryq gjithë historisë mbase 500-1000 vjeçare më pashme. Kjo ndodh me gjuhën. Pra, etimologjia është zëvendësuar me historinë e dokumentuar. Por etimologjia e vërtet nuk është historiku i fjalës, nuk është biografia e fjalës. Etimologjia e vërtet është si është krijuar fjala në vetvete. Çfarë elemente minimal kuptimor ka ajo brenda saj? Është njësoj si një produkt që ju keni këtu dhe shikojmë nga mbrapa përbërësit, që thot ka këtë dhe na tregon. Edhe në etimologji, ne duhet të tregojmë publikut si është krijuar fjala, pse është krijuar ashtu. A ka, domethënë, parime shkencore. Metoda e krahasimit pranon vetëm një parim, atë fonetik. Por menjanon parimin morfologjik dhe morfologjik do të thotë formologjik dhe logj do të thotë fjalë. Pra, ajo mohon krejtësisht parimin kryesor se si është formësuar fjala. Që këto dy lloj shkencash ose dy lloj rrymash ndahen. Njëra quhet përpjekje për të arritur dhe nuk ka rezultat, që është gjusja krahasuese, dhe shkenca e vërtetë etimologjike është sipas teorisë dhe metodës së embriomorfemave, e cila tregon qartësisht se si është krijuar fjala. Do të thoni ju, pse luftohet kjo? Gjithmonë e vërteta luftohet. Unë jam konshient që e di që do luftohem ende derisa kjo metodë dhe kjo teori të pranohet. Dhe definicioni i saj është po kjo teori do zërë vend do pranohet. Kështu si e shpjegut, domethënë është ajo që bën më tepër sens, shpresoj ta keni kuptuar edhe nga shtëpia. Po është ajo që bën më tepër sens, mendon se është kriju metoda krahasuese me qëllim për të fshehur diçka nga të njëjtit njerëz që djegin historinë dhe vendosin emra të rinj për çdo gjë, sepse është ajo që bën më tepër sens. Ju kam dëgjuar që jepni shembullin e fjalës karrike, për shembull është vendi karri, karri në karrike, kuizim gjonat të kuizina, të kuzhina. Që është kuizina është versioni francez, që e kam dëgjuar nga MC Kresha. Është ajo që bën më tepër sens dhe është ajo që bëjnë gjithsesi. Po thjesht bëjnë me parashtesa, me prapashtesa, mundohen me i gjetë një origjinë. Ju sugjeroni të bëjmë dhe më tepër, të bëjmë zoom in më tepër, të shohim një rrënjë më të thellë. Këtë pjesë e mohojnë. Është e qartë që duan thjesht të fshehin të vërtetën. Shiko, është krijuar një metodë e cila ka një produkt i cili nuk vlen në masën më të madhe të tij, nuk vlen sepse nuk tregon se si është krijuar fjala. Por kjo lloj shkence është stërmadhuar aq shumë, janë krijuar mitet të saj, si personalitete të larta të gjuhësisë, por çdo gjë në këtë botë matet me produktin. Pjesa më e madhe e etimologjisë krahasuese bie gjitha poshtë sepse në asnjë rast ajo nuk tregon se si është krijuar fjala. Duke qenë se ata mohojnë rolin e semantikës në krijimin e fjalës, do të thotë që mohojnë rolin e kuptimit të fjalës, të elementeve kuptimor përbërës, ata janë krejtësisht jashtë shkencës që pretendojnë. Unë e thash dhe në fillim,
gjuhësia krahasuese është edhe gjuhësi historike. Ajo mund të riemërtohet dhe të quhet biografia e fjalës, po kurse si të quhet etimologji. Etimologjia e vërtet mund të bëhet vetëm sipas metodës së embryomorfemave, që rrjedh nga teoria e embryomorfemave. Pra kemi dy metoda, por vetëm njëra rrjedh nga një teori, tjetra nuk rrjedh. Gjuhësia krahasuese nuk rrjedh nga asnjë teori dhe nuk ka një teoricien, dhe duke qenë se nuk rrjedh nga një teori, ajo nuk rrjedh as nga parime shkencore. Nëse unë numëroj 11 apo 12 parimet të gjuhësisë sipas embryomorfemave, gjuhësia krahasuese ka vetëm një parim, atë fonetik, dhe përjashton në mënyrë të ndërgjegjshme të gjithë parimet e tjera, që do të thotë ajo është realisht një dogmë. Dhe reagimi i dogmës kur del një metodë ose një teori e vërtet është i ashpër. Të gjitha dogmat reagojnë njësoj. Dhe nuk ishte se si të reagonte ndryshe edhe gjuhësia krahasuese këtu në vendin tonë në Shqipëri, kur del një teori e saktë, e vërtet, që vendos Shqipen në qendër të gjuhëve indo-europiane, jo nisur nga një nacionalizëm imi si autori i kësaj teorie, por nisur nga parimet sakta shkencore. Shqipja vërtetësisht është origjina e të gjitha gjuhëve indo-europiane. Shqipja është gjuhë e vërtet dhe mund të themi në kuptimin jo të keq të fjalës, të gjitha gjuhët indo-europiane janë plagjatura gjuhësore të gjuhës shqipe. Dhe studimi i shkencor i etimologjisë nuk mund të fillojë nga plagjaturat shkencore të krijuara nga Shqipja. Duhet të fillojë direkt nga Shqipja. Shqipja nuk është thjesht një gjuhë, ajo është një shkencë gjuhësore në vetvete. Duket qartë sikur ka një metodë të gabuar që duan ta quajnë patjetër shkencore, sepse e vendos dikush tjetër fatin tonë, domethënë si për gjithçka tjetër, po unë desha me të pyet cila është strategjia, se sipas kësaj i bie që do të dalë gjithë sektori shkencor kundër. Kjo është e njëjta gjë si të kemi një provë që graviteti është diçka tjetër dhe nuk është graviteti. Dhe tani duhet të bëjmë publike këtë gjë dhe gjithë komuniteti shkencor që nuk e ka vërtetuar ndonjëherë vetë, thjesht e ka lexuar nga një libër, nga dikush tjetër, dhe ai e ka lexuar nga dikush tjetër, do të dalin kundër. Do kesh shumë kundërshtar. A do pranohet? Shiko, unë e di që kam shumë kundërshtar. Në fillimet e mia unë nuk mendoja që do kisha kaq shumë kundërshtar, sepse mendoja që futesh në shkencë dhe shkenca ka për parim debatin, i cili është edhe mendimi ndryshe, është një parim moral i shoqërisë europiane, por si në çdo shoqëri edhe demokratike shpeshherë zën vend dogmat, të cilat fillojnë si liri mendimi, por pastaj ngurtësohen, dhe një nga këto është edhe gjuhësia krahasuese ose gjuhësia historike, e cila për hir të së vërtetës është aq pseudoshkencore sa nuk studiohet më në shkollat në Shqipëri, në shkollat e gjuhësisë. Janë hequr krejt sepse është e pakuptueshme për studentët, por është e pakuptueshme edhe për pedagogët. Dhe thjesht në institutet e gjuhësisë studiohen zgjedhimet, lakimet, gjërat tjera, po kurse si, atyre nuk u jepet e vërteta se si është krijuar fjala. Aty nuk ka asgjë shkencore. Unë kam qenë student i gjuhësisë dhe u habitas sepse kur vajta në universitet nuk mësova asgjë të re. Nga ato që dija që nga shkolla e mesme ose 8 vjeçarja, edhe ishte thjesht një dogmë që përsëritet, atje mësohet bukur shkrim, por studentëve nuk u mësohet kurrë se si është krijuar fjala dhe aty nuk ka asgjë shkencore. Dhe kjo ka qenë edhe ajo përplasja ime e parë, pasi unë shkova në një shkollë ku nuk mësova asgjë të re, por kur shkova atje kisha studiuar shumë kohë më përpara dhe ajo që më shërbreu më shumë ishte përplasja e ideve, dhe kur unë pyesja profesorët, kishte përgjithsisht
99% të rasteve ata heshtnin dhe nuk përgjigjeshin. Unë e kuptova, dogma është e veshur me atë mantelin e shkencës, kur vjen puna te përplasja e ideve, ajo hesht. Pastaj ata shpërthejnë me peticione, ata vërtetuan saktësisht që janë një sistem dogmatik. Ne kemi shumë dogma, por një nga dogmat më të mëdha është albanologjia zyrtare, e cila e them me bindje të madhe drejtohet nga Beogradi. Në qoftë se albanologjia do ishte një shkencë e shqiptarëve, ajo do kishte marrë shumë seriozisht autor të vjetër, si Thomopulon, do kishte marrë seriozisht Pilikën, do kishte marrë seriozisht Spirokondën, Petrozhejin, Nikostilon, do kishte marrë seriozisht edhe teorinë e embriomorfemave. Asgjë nga këto ata nuk e diskutojnë. Kjo do të thotë që ata kanë konfirmuar që Shqipja tani sipas tyre është 99% e huazuar, kanë vërtetuar në thonjza tezën serbe që shqiptarët nuk kanë gjuhë të tyre, këtë e kanë realizuar zyrtarisht, e vetmja gjë që u prish punë janë njerëz si Agronda Lipaj, për të cilët bëhet peticione nga shkencëtarët, zyrtarë që të mos shfaqen në media dhe të gjobiten në mediat që i ftojnë ata. Ne jemi përballë një situate të tillë, ashtu siç kërkohet sot ndryshim politik, shpejt do vi koha që do kërkohet ndryshim edhe në shkencën e albanologjisë. Ne nuk mund të rrim të burgosur brenda një shteti i cili financon me taksat e shqiptarëve pseudoshkencën, financon rënimin e identitetit kombëtar të shqiptarëve dhe financon edhe luftën kundër shkencëtarëve të vërtet që kanë qasje të ndryshme, që mendojnë ndryshe, dhe kjo gjë nuk mund të eci pafund. Ne nuk mund të kemi një akademi shkencash me shkencëtarët e diktaturës, janë të njëjtit, duke filluar që nga kryetari i Akademisë Shkencave që s'ka asnjë vepër shkencore, por është si një valvul sigurie për ideologjinë slave në Akademinë e Shkencave në Tiranë. Çdo gjë që del kundër ideologjisë slave, si shkencë vërtet, luftohet dhe nuk ka se si mos të luftojnë të gjithë ata që përmenda më parë. Përfshirë edhe personin tim. Ju goditën me le të themi peticione, dhe unë mendoj se jo me përgjigje, domethënë thelbi është që nuk ju dhanë një përgjigje, në vend që t'ju jepni një përgjigje, ju goditën në mënyra tjera. Dhe sipas mendimit tim është teori konspirative, nuk mund ta vërtetoj. Qofse kanë diçka në dorë me bëjnë. Një nga metodat është, le të themi, qesharakizimi, aty nga lindi fjala teori konspirative, që ishte kur u pati atentat kundër John Kennedy dhe njerëzit që flisnin kundër kësaj që po na thon lajmet, që kishin një mendim tjetër, që doli i sakt më vonë, i kanë nxjerr kohët e fundit Donald Trumpi, shpiku një term për t'ia thënë në formë tallje, sepse është një mënyrë për të tallë me të vërtetën. Unë them që nëse e kanë një gjë në dorë, mund të blejnë personin që drejton emisionin ku po shkon. Dhe i kanë dhënë një urdhër të qartë që duhet të tallesh me atë që thotë. Në fund ditës po talleni me gjuhën tuaj dhe historinë tuaj. Shiko, të gjitha diktaturat, edhe kriptodiktaturat, sepse sot ekzistojnë edhe sisteme të quajtura demokratike, por që janë kriptodiktatura, dhe si kuptohet një sistem që është kriptodiktaturë? Ai kap media. Ne e shohim sot se sa pak televizione mund të japin lajme të cilat nuk kontrollohen nga qeveria. Pra, ne jetojmë në një kriptodiktaturë që shfaqet si demokraci. Nuk ka gjë më të pafajshme se sa të merresh me shkencën e gjuhësisë dhe të detyrohen 200 akademikë dhe doktor, profesor të bëjnë peticion që ky që mendon ndryshe mos të lejohet të shfaqet. Kjo është shfaqja më e hapur e censurës dhe në një vend ku akademikët kërkojnë censur, mund të kuptosh qartësisht se ky vend nuk është demokratik.
protestat që ndodhin tani duhet të ndodhin së pari edhe në Akademinë e Shkencave. Është maja e mendimit intelektual e kombit shqiptar, presupozohet që të jetë kështu, dhe aty janë grumbulluar të gjithë njerëzit që i shërbejnë interesave jo shqiptare. Në një vend ku sulmohet gjua shqipe ashpër për ta quajtur të huazuar dhe ku mbrohet kjo gjë, nuk kemi të bëjmë me një shkencë. Të paktën ata duhet ishin të hapur për debat. Fakti që ata nuk duan debat, por duan ndihmën e Parlamentit të Shqipërisë, ndihmën e qeverisë, të Ministrisë së Arsimit, të Akshit, të Amës, për të izoluar njerëz që kanë ide, këtu qartësisht jemi në një diktaturë. Plus ka dhe shumë për të fshehur. Se aty ku ka tym ka dhe zjarr. Shiko, kjo që bëj unë nxjerrë zbuluar, që bëj unë dhe edhe të tjerë si unë, nxjerrë zbuluar se çfarë krimesh janë bërë ndaj identitetit kombëtar të shqiptarëve dhe nga cilët janë bërë. Natyrisht kur dola për herë të parë me oponencën shkencore që i bëra gjutarit më të madh shqiptar të gjitha kohërave, siç pretendoi Qerem Çabejt, reaksioni ndaj meje ishte i egër, deri në arrestime, në përjashtime nga universiteti, gjyqe. Aty kuptova që sistemi monist nuk ishte ndryshuar, sepse ai veproi ashpër me të gjithë egërsinë e tij kundër një personi që kishte mendime ndryshe. Kjo ndodh vetëm në diktatura. Në qoftë se ne nuk ndryshojmë klasën e intelektualëve, nuk ndryshojmë sistemet tona më të rëndësishme të identitetit, siç janë Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Instituti i Gjuhësisë dhe institucionet të tjera, pra ne nëse nuk ndryshojmë mentalitetin ton kombëtar, që kemi të trashëguar, këtë që kemi sot e kemi të trashëguar nga regjimi slavo-komunist. Në dukje, sistemi ndryshoi, por po të shikosh nga antarët e Akademisë Shkencave, atje s'ka ndryshuar asnjëri. Ishin të gjithë ata që shkruanin për ideologjinë slave, për identitetin e shqiptarëve, janë të njëjtët të pandryshuar. Pra nuk kemi të bëjmë me një përplasje shkencore, kemi të bëjmë me një përplasje midis sistemit slav në albanologji me një qasje të re të shkencës. Dhe ata mundohen që në lindje të mbysin çdo gjë. Ata ja kanë arritur qëllimit në shumë raste, por në rastin tim unë kam rezistuar dhe kjo mund të quhet duket edhe si çmenduri, po mua në fakt në qëndrimin tim është e vërteta. Kam të vërtetën. Dhe të kesh me vete të vërtetën është fuqia më e madhe që mund të ketë një shkencëtar. Shumë respekt për këtë gjë. Ju kam dëgjuar edhe që flisni për buxhet. Ju kam dëgjuar një dy herë që keni thënë që ka një buxhet për 50 milion eurosh në vit nga grekët dhe nga slavët për të... Nuk është tamam ashtu. Në Shqipëri futen rreth 300 milion euro nga Greqia në vit. Ai 50 milion shi ka qenë një shtesë që u fut. Okay. Dhe ju mund të bëni një llogari se për shembull për 20 vjet nga 300 milion i thonë një 6 miliard euro dhe paret të tilla vinë në fakt kundër identitetit kombëtar të shqiptarëve. Ato nuk vinë për nevojat të bujqësisë, të industrisë që nuk kemi. Ato derdhen pikërisht, nëse del në shesh dhe saktë e vërteta e kombit shqiptar, dalin dhe shumë të vërteta të hidhur për disa shtete që na rrethojnë dhe që paguajnë që kjo e vërtet të mos dali. Kjo është një luftë tjetër e madhe për pastërtinë e politikës shqiptare. Mua nuk më takon të merrem me këtë pjesë, por duke qenë se e ndjej fort trysninë e saj, janë investimet anti-shqiptare që pengojnë shkencën e vërtet në Shqipëri dhe mua më duhet ta them edhe këtë. Përsa sulmohem fort, unë kam kuptuar përse sulmohem dhe janë investimet e mëdha të cilat mbajnë peng
institucionet më të larta të identitetit kombëtar të shqiptarëve. Ne duhet të kemi lirinë plot shkencore për të thënë fjalën tonë në institutet e shkencës. Ato janë të mbyllura për studiues si mua dhe ndos kjo që ndos. Mjafton të them se vetëm me firmën e kryeministit shqiptar, para 4 vitesh, Akademia e Shkencave e Shqipërisë u shtua dhe me 33 akademik të rinj, por nuk na treguan kurrë se si mund të bësh akademik me firmën e kryeministrit. Unë mund të them me saktësi se në kohën e komunizmit u dhan titull profesor për disa studiues, përfshirë edhe kryetarin e sotëm të Akademisë Shkencave, profesor Recep Mejdani, të gjithë morën afrofe titullin profesor pa mbrojtur asgjë. Dhe tani është një përplasje, sepse në bazë të ligjit ata duhet të tregojnë për titujt që kanë marrë, duhet të tregojnë doktoraturat, por duke qenë se ata i kanë marrë afrofe, një pjesë e madhe e tyre s'kan fare doktoratura dhe nuk kanë mbrojtur diçka dhe kanë marrë tituj të cilët nuk i meritojnë. Edhe shpërblehen për këtë. Ky është një krim që vazhdon që nga regjimi komunist dhe ne mbas 35 vjetëve duhet mbajmë prapë në kurisë njerëzit që sistemi komunist i bëri me tituj doktor, profesor dhe ata që s'kan afruar asgjë, asnjë mendim interesant në ndihmë të shkencës, të prodhimit, të mendimit intelektual, janë njerëz që nuk afrojnë asgjë, por janë njerëz që u kanë zënë vendin ca të tjerëve, që shkenca shqiptare mos të përparoj dhe kjo nuk është luftë brezash, është luftë sistemeve. Ne në albanologji nuk kemi arritur ende të heqim ndikimin slav nga albanologjia. Shqipëria do të përparoj kur në institucionet më të larta të identitetit kombëtar të jenë njerëz që e meritojnë të jenë aty, dhe jo ata që kanë shërbyer monizmit dhe slavo-komunizmit. Do thojë, ju mëse nuk e thatë, unë po e them, ky problem në një shtet si ne edhe në tjera, domethënë na nis që nga njerëzit drejtues, njerëzit më të lartë, që nga personat e parë të parlamentit, dhe është më së e pritshme të aplikohet në shtresa më të ulta. Po ndeshëm të thënë, shpresojmë të vinë ditë më të mbara, së shpejti. Po ndeshëm të thënë, pse është një luftë kaq e madhe ndaj historisë dhe identitetit gjuhës shqipe? A do kishte me vërtet le të themi pasoja? A do shkaktonte kjo që ne të kërkonim edhe një herë kufit ton? Nuk besoj se do kishte edhe shumë pasoja, përveç mohimit historisë slave dhe greke për shkakun. Rivlerësimi. Dalja e së vërtetës për identitetin kombëtar të shqiptarëve do të ndryshonte shumë çka në Europë. Unë të them vetëm një gjë. Nëse vinin në Kroaci, kanë ngulmime arbëreshe në Kroaci, në Zar dhe Gjetiv. Sot kroatët pretendojnë që flasin slavisht, por janë me origjinë lire. Nëse zbresim më poshtë, në Maltëzi, ke shqiptar. Në Serbi ke shqiptar, pastaj ke Shqipëri, Kosovë, në Maqedoni, zbresim poshtë, gati gjysma e popullit grek janë me origjinë shqiptare. Zbresim më poshtë në Turqi, pjesa më e madhe e kombit shqiptar jeton në Turqi. Zbresim më poshtë në Siri, ke ngulmime shqiptare. Në të gjithë veriun e Afrikës janë disa 10 milion, domethënë popullat me origjinë shqiptare dhe kanë ngulmime shqiptare të cilat nuk studiojnë fare. Egypti ka shumë, por kanë vendet e tjera, Jordania, Omani, këto shtetet e veriut të Afrikës, kanë ngulmime shqiptare. Pastaj hidhemi është jugu i Italisë, pastaj kemi në Sardenjë ku flitet gjuha arvareshu. Më thoni ju, nëse francezët kanë një përhapje të tillë në mesdhe, nëse grekët kanë një përhapje të tillë në mesdhe, nëse italianët kanë një përhapje të tillë në mesdhe. Është gjithë mesdheu, kemi pas gjithë mesdheun. Shpesh më akuzojnë që kur bëj etimologjinë e toponimeve, ajo që bëj unë është nacionalizëm, por nuk është nacionalizëm. Fakti që popullsia që flet shqip gjendet në të gjithë anët e mesdheut
tregon që më herët akoma kjo ka qenë që në para antikitet ka qenë gjuha e përbotshme dhe e përbashkët e para antikitetit. Ka qenë shqipja. Lehtësia me të cilën unë bëj etimologji, siç u duket tjerëve, nuk buron nga ndonjë aftësi e veçantë e Agronda Lipajt. Ajo buron nga fakti që shqipja dikur ka qenë e vetmja gjuhë, ajo që quhet gjuha para se Zoti të prishte kullën e Babelit. Dhe gjuhët që u krijuan më mbrapa ishin plagjatura gjuhësore në kuptimin jo të keq të fjalës të gjuhës shqipe. Unë di të gjitha rregullat se si shqipja është për greqisht, latinisht, gjermanisht, slavisht, dhe në invert unë i përdor këto. Unë këtë gjë dua që t'ja tregoj të gjithë gjuhëtarëve shqiptar, të vete në universitetet ku studiohet gjuha shqipe, ta them, mua më mbyllen të gjitha dyert. Të gjithë kanë frikë të më hapin derën e një universiteti ku unë të shpalos metodën time dhe teorinë time, e cila nuk do t'i bënte keq askujt. Bota ka përparuar nga përplasja e ideve. Jetojnë në një vend ku gjithë shkenca është e uzurpuar dhe veçanërisht albanologjia është e uzurpuar nga slavistët. Bile jo vetëm albanologjia në Shqipëri, po edhe shumë katedra të gjuhës shqipe që janë për Europë, në pjesën më të madhe të tyre tani ato ndikohen nga slavizmi dhe atje ka autor që shkruajnë për çështje shqiptare duke u nisur nga interesat slave. Kjo nuk është çudi kur shikon që në Shqipëri kjo është 100% e garantuar. Jetojmë në një vend ku shkenca zyrtare thotë që shqipja është 99% e huazuar, do thotë që ky popull nuk ka gjuhën e vet. Dhe ekziston një shkencëtar si unë që thotë që shqipja është origjinë e gjuhëve indo-europiane dhe më lini ta tregoj këtë. Nuk ka në asnjë vend të botës një shkencëtar që të ketë bërë protesta, 3 protesta para institucionit më të lartë të shkencës së një vendi, siç është Akademia e Shkencave, dhe në të treja protestat të kërkoj çfarë? Oponencë shkencore. Unë nuk dua fare të bëhem antar i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Dua vetëm të më bëjnë oponencë shkencore. Pra, ne jetojmë në një vend ku të mohohet edhe oponenca. Nuk ju japin përgjigje, sepse nuk kanë përgjigje. Në vend të oponencës të ofrojnë peticion dhe të nxjerrin dhëmbët që të thonë që këtu jemi. Unë desha të pyes edhe a mendon thellë se do i japin ndonjëherë sens, se Zoti Dalipaj nuk thotë që kanë qenë gjithë bota shqiptare, po thjesht gjithë gjuhët kanë nisë si shqipfolës. Dhe pastaj shpesh më keq interpretojnë. Teoria ime thotë që shqipja është origjina e gjuhëve indo-europiane, e familjes më të madhe të gjuhëve në botë. Unë nuk kam thënë në asnjë rast që shqipja është origjina e të gjitha gjuhëve të botës. Për shembull, nuk kam thënë që shqipja vjen nga kinezishtja vjen nga shqipja ose gjuhë të tjera të kësaj bote. Por duke qenë se familja e gjuhëve indo-europiane është familja më e madhe e gjuhëve në botë dhe shqipja është qendër e kësaj familje gjuhësore, shqipja mund të jetë dhe gjuha më e vjetër e botës. Dhe këtu nuk gaboj fare. Nuk është një rezultat që del nga dëshira ime që shqipja të jetë qendra e gjuhëve indo-europiane. Mua më rezulton nga gjithë kërkimet e mia shkencore. Duhet që dikur të më thërresin ose të pranojnë të vete në Akademinë e Shkencave ose në një institut gjuhësie në Shqipëri dhe të më lejohet që të flas dhe të tregoj studentëve dhe pedagogëve atë çka unë kam zbuluar në shkencën e gjuhësisë. E them këtu edhe për publikun tuaj se më kanë ftuar në kisha për të folur për gjuhën, më kanë ftuar në xhami për të folur për gjuhën. Dhe është absurde të më mbyllin dyert në Akademinë e Shkencave, në Institutin e Gjuhësisë dhe në universitete. Kur ajo që quhet religjion dhe quhet dogmë të hap dyert që ti të flasësh për shkencën,
dhe institucionet e shkencës të mbyllin dyert, shqiptarët duhet kuptojnë që këto institucione nuk punojnë për ta. Këto institucione nuk janë shkencore. Aty nuk lejohet të tregohet asgjë e vërtet për kombin shqiptar. Këto institucione duhet të boshatisen nga njerëz që i kanë uzurpuar, të lyen me gëlqere, sepse aty mund dalin prap çimka slave dhe të krijojnë institucionet që i duhen kombit shqiptar. Ne nuk mund të përparojmë pa rregulluar këto institucione. Kjo është kaq e rëndësishme për ne. Ne nuk ndryshojmë, por nuk ndryshuam mendimin qendror intelektual. Drejtuesit tanë njëherë, domethënë problemi nis nga drejtuesit tanë njëherë, personat që vendosin firmat. Me që e përmendet kull në Babelit, nëse jeni komfort me fol sa do pak për fe. Unë jam studius i feve të ndryshme. Domethënë për qëllimet mia personale, jo se du të arrij diçka. Kam përshtypjen se thjesht nga fakti që kemi rreth Biblës, kemi emrat tanë, i themi Noas, Noja, për shembull. Kam përshtypjen se ka diçka të fshehur, plus nga ju që keni thënë që rrjedh greqishtja nga shqipja dhe jo anasjellta, domethënë gjuha e lashtë greke, e cila pranohet ka qenë gjuha e parë në cilën u shkruajt Bibla. Kam përshtypjen se ka një keq kuptim të gjithçkaje duke nis nga vetë lutja, Ati ynë që je në qiell, i shenjtëruar qoftë emri yt. Ati nuk është babai. Fjala Ati nuk është e njëjta gjë me fjalën babai. Në anglisht do lexoni atë pasazh, do lexoni father. Father i thon dhe babait. Ne i themi Ati babait, i themi dhe priftit. I themi dhe mos thjesht rrjedh nga ati të cilit e shkojnë mbrapa dhe ja ndjek fjalën. Mund të jetë keq kuptuar dhe nuk besoj se nëse është kështu nuk do të jepet kurrë sens, nëse studiuesit vetë që janë nga i gjithë bota që studiojnë atë libër do ta lexonin në kuptimin shqip. Mos e gësh shqip sot dhe nuk do i japin dot sens ndryshe. Shiko, historia fillon me kullën e Babelit. Një kull e cila nuk përfundoi kurrë. Dhe nëse tek emri Babel e bëjmë lënërë, siç themi Arban, ajo del Baber. Por ne themi baba, papa. Pra nëse e bëjmë bën e parë, p del Babel, pa bër. Është njësoj si te fjala i ëmbël. Një frut bëhet shumë i ëmbël në tej pjekje. Dhe aty ajo loja ka qenë r, do të thot a m bër. E bën r në l dhe del a m bël. Pra kështu është dhe te Babeli. Pra është kulla e pa bër, babër, babël, Babel. Nuk ka asnjë variant tjetër etimologjik që mund të shpjegoj dhe që të jetë në harmoni me semantikën, me kuptimin që ajo përcjell. Mbase një nga librat e mi të ardhshëm, nga që kam punuar shumë, do jetë edhe etimologjia për personazhet biblik dhe kuranor që të gjithë referojnë te gjuha shqipe dhe kjo gjë mbështetur edhe nga personazhet mitologjik. Të dyja këto gjëra bashkë çojnë në atë që gjuha e parantikitetit ka qenë shqipja. Nuk ka qenë kjo shqipje që flitet vetëm këtu. Njerëzit nuk duhet të kuptojnë që ne shqiptarët kemi bërë çdo gjë në botë. Thjesht tër bota e njohur e parantikitetit ka folur shqip. Pra, veriu Afrikës ka folur shqip. Në detin Mesdhe është folur shqip. Mund ta sillësh macen këtu dhe për na vjen nganjëherë kështu. Po, është ka qef me pas një huri. Për shembull fjala mace në gjuhën shqip në këta zyrtarët nuk e shpjegojnë dot, por në gegënisht kjo quhet mica. Dhe gjuha këtu ka emërtuar funksionin dhe kjo është za miun. Pra nga funksioni njësoj siç themi karike dhe ne fjalën mace na e sillin nga slavishtja, kur ajo është shumë e bukur në shqip mica dhe nga mica kaloi në mace. Është kaq e thjeshtë. Dhe ka të njëjtën gjë etimologjinë dhe më vjen më afër. Ti po e mbron identitetin. Po ka të njëjtën gjë slavishtja?
Në qoftë se shqipje që sa po më thotë, domethënë slavishtja nuk e shpjegon dot këtë fjalë. Slavët nuk shpjegojnë dot asnjë fjalë që kanë në përdorim. Nuk janë vetëm slavët. Janë grekët, latinët, ato gjuhë nuk vetë shpjegohen. Është e pamundur. Vetëm një gjuhë ka mundësi të shpjegojë fjalët e saj dhe fjalët e familjes së saj gjuhësore. Dhe kjo është vetëm gjuha shqipe. Shiko, kur themi shqip, do të thotë shqyp, është e bërë shqyrësh analitike. Kur themi ai e tulu me mua, jo, do të thonë kjo gjuhë flitet edhe me fjalë një rokshe, flitet me embryomorfema, do të thonë nuk ka gjuhë tjetër në botë që të ketë aftësitë e kësaj. Dhe këto fjalëca kur bashkohen, krijojnë fjalët për gjuhën shqipe dhe gjuhët e tjera, krijojnë konceptet gjuhësore dhe vetë fjala koncept do thotë koncept me kon e kapur. Kept do të thotë koncept, koncept e mbërthyer. Të gjitha fjalët janë koncepte dhe ne kur i zbërthejmë i çojmë tek gjuha analitike, ajo që është shqyp. Pra, shqyp nuk është ndonjë term i keq, është tregon që kjo gjuhë është analitike. Do të thënë, flitet dhe në variantin konceptual, po flitet dhe në variantin analitik të shqyrë, të shkoqur. Është primitive. Është edhe primitive. Po nuk ekziston një gjuhë tjetër si gjuha shqipe. Gjuha shqipe nuk është thjesht një gjuhë, është shkencë gjuhësore. Nuk janë mësuar që shqipen ta shohin si shkencë. Shqipja, po ta shikosh, është teori shkencore, është metodë shkencore. Të gjithë ata që din shqipe kanë më kollaj të mësojnë gjuhët e tjera, sepse din origjinën e gjuhëve. Dhe të dish origjinën është do të thënë mund të jesh me fat. Për shembull, origjina quhet edhe gjeneza, apo jo? G-N-Z. Edhe në qoftë se e çojmë nën në fillim në gjiz. Okej. Edhe më të jepë. Dhe ne kur themi z është një punë, do të thotë fillon një punë. Dhe gjenez do të thotë gjë në zënje, në fillim. Mund ta di emrin e kësaj mace? Simba. Simba. Për një sqarim për gjithë, domethënë ai që thotë Zoti Dalipa është që fjala mica vjen nga miza, sepse e xhen miun, edhe ne na thonë që është fjalë slave kjo gjë. Pranojnë institucionet tona, tradhtare, le ta themi shqip, që këtë na kanë dhënë slavët, po slavët kanë një shpjegim të tillë si minza, jo. Po atëherë pse pranojmë kot? Kjo është situata në cilën jemi. Ja ku e kemi fjalën za, e kemi të nxanës, që shkon me nxas. Fjalën za e kemi të fjala xhami, që është nxami me nxam. Mbase ne nuk na mjaftojnë minutat, ditët, orët, po njëherë tjetër unë mbase do keni një tabelë më të madhe se kjo, besoj këtë keni marrë në Gjirokastër. Një pyetje të fundit desha të bëja. Ka flitet për pafund tunelet të nëntokshme të Vatikanit. Aty flitet që mund të ketë çdo gjë, aty flitet që mund të ketë sekrete që nuk janë ndjekur me djegjen e që në librarinë e Aleksandrisë. Dhe nuk ka drejt askush të di, nuk ka drejt vetë qeveria e shtetit në cilin operojnë, nuk ka drejt askush. Mendon se e din këtë, mendon se është e qartë për ata, për le të themi njerëzit që kontrollojnë gjithçka në këtë botë, që është diçka super e qartë dhe është një plan i keq kundër nesh, sepse është diçka që siç e thotë kastrojot me lyshi, e kam dëgjuar, dikush që është rrit gjithmonë si sklav, nuk di si ta kërkoj lirinë, e vetmja gjë që bën është të zëvendësoj postin e pronarit të cilit e kishte sklav deri tani. Kjo historia e kullës Babelit që Zoti i mirë i Joni i semitëve e zhduku edhe ndau kullën e Babelit që ishte e keqe, mas është një luftë që nuk e dim kundër nesh. Mendoj se fshi. Nuk do të futem në këto, por është bërë një provë me një elefant të vogël, ngulën një hurnë dhe e lidhen me litar dhe për 5 vjet e ushqyen elefantin sa u bë i madh dhe ai dridhej rreth aq hapësire sa i lejonte litari dhe mbas 5 vjetësh ja hoqën litarin dhe ai nuk ikte nga ai vend. Kështu ndodh edhe me njerëzit. Ju folët për tunelet në Vatikan me libra, procesi digitalizimit të gjitha atyre mund të tregoj shumë gjëra, sepse një njeri vetëm nuk mund
të përmbledhin në memorien e tij gjithçka ndodhet atje. Natyrisht atje ka shumë gjëra për kombin shqiptar, por ne kemi një minierë ton të madhe, ne kemi gjuhën shqipe, kemi metodën e embryomorfemave dhe teorinë e embryomorfemave, të cilën nuk kanë mundur ta burgosin. Ne, duke të çliruar dijen që përmban çdo fjalë e shqipes dhe fjalë të gjitha gjuhëve indo-europiane, ne mund t'i tregojmë botës se origjina e të gjitha gjuhëve indo-europiane është Shqipja, dhe këtë minierë as na e mbyllin dot, as na e vjedhin dot, sepse ajo është para nesh dhe ne vetëm duhet t'i zbërthejmë fjalët e Shqipes dhe tregoj botës se nga vjen origjina e gjuhëve të tyre, të paktën të Europës. Jam i bindur që një ditë gjuha shqipe do pranohet si origjinë e gjuhëve indo-europiane dhe bota për ne do të jetë disi më ndryshe, më e mirë. Dhe themi fjalë juaj në vesh perëndis. Pra nuk kemi një për ta mbyllur, domethënë nuk pas kemi një mënyrë për të nxjerr kurrë ato sekrete që nuk i nxjerr dot askush, por kemi një mënyrë për t'ia marrë kalan nga brenda, sepse kemi vetë gjuhën tonë dhe mjafton ta rizbulojmë sekretin, pa na treguar askush. Është pasuria jonë më e madhe që nuk na e vjedhin dot. Prandaj është sulmuar fort. Prandaj është hedhur helm në shkollat e shqiptarëve. Prandaj është përdorur dhunë, terror, pushtet që shqiptarët të asimilohen, sepse gjuha shqipe do të tregoj prap se shqiptarët janë origjina e kontinentit europian. Dhe do vi dita që kjo gjë do të pranohet shkencërisht. Qartë. Agron, të falenderoj shumë për kohën, dhe është gjithmonë kënaqësi të dëgjosh këtë lloj informacione nga ju, dhe e para shpresoj t'ju eci sa më tepër të jetë mundur, legacinë do mundohemi, domethënë t'ju vazhdojmë dhe kaq. Domethënë shpresoj të na vini prapë, është gjithmonë kënaqësi. Shpresoj që mase të vi prapë, po mirë do ishte që të keni edhe kafshë të tjera këtu që të bëjmë lidhje më të çuditshme edhe me botën e kafshëve. Ti është ai që zën miun. Kujdes kur i mësoni gjuhë të tjera fëmijëve, siguroni të mësoni gjuhën shqipe, pastaj mësojini anglishtën, se nga anglishtën e mëson nga telefoni. Me kaq shihemi herën tjetër në Okult Podcast. Faleminderit, mirupafshim.